Projekti USAID-it për zgjerimin e bizneseve të vogla filloi iniciativën Kultivo më shumë misër si hap i parë për modernizimin e prodhimit të misrit në Maqedoni. Iniciativa ka për qëllim që të rrisë ofertën vendore të misrit, përmes përdorimit të farave të reja dhe praktikave bujqësore, të cilat së bashku me sistemet për ujitje me pika do të rrisin rendimentin e misrit deri në 4 herë për 1 hektar. Për realizimin e kësaj iniciative në Pollog, USAID filloi partneritet me shkollën e mesme bujqësore Mosha Pijade dhe me shumicën e komunave në rajon. Është një projekt i cili se shifni këtu mbrapa demonstrohet nga fëmijët, mbjell më shumë misër. Kjo është një projekt i ri, të cilin e praktikon USAID për herë të parë. Presim të shohim se si do të rrjedhin punën. Në prezantimin e këtij projekti ishte e pranishme dhe kryetaria e komunës së Tetovës zonja Teuta Arifi. Është fjala për një projekt bujqësor të USAID-it që për qëllim e ka rritjen e mbjelljes misrit, misrit që përdoret për ushqim për kafshët. Për analizave që ka bërë më parë USAID, ka parë që shumë nga prodhuesit dhe që mbajnë kafsh në rrethinat e Pollogut shumë pak shfrytëzojnë misër nga ky vend për shkak se shumë pak mbillet. Dhe me këtë sistem të ujitjes, në cilën tendenca është të rritet prodhueshmëria dhe të rritet sasia e misrit të prodhuar. Normalisht unë kam thënë edhe në fushat se për mua bujqësia është një moment shumë i rëndësishëm, jo vetëm që ne mendojmë që ta ngrisim si sektor më tepër në komunë, po në të njëjtën kohë do përkrahim, do t'iniciojmë, do mbështesim dhe do t'jemi pjesë aktive e të gjitha aktiviteteve të kësaj natyre dhe normalisht do shfrytëzojmë të ndikimin ton që të tërheqim sa më tepër miq ndërkombëtar në këtë mënyrë të marrin pjesë në aktivitetet bujqësore të komunës së Tetovës. Populli amerikan finanson instalimin e sistemeve për ujitje me pika në 16 fusha testuese me misër, duke përfshirë edhe këtë fushë që të japin shembull se fermat e vogla mund të bëhen më profitabile përmes investimit në teknologji të re. Ma shumë i lumtur që jam sot këtu në emër të ambasadës së Shtetit Bashkuara të Amerikës, që lidhin partneritete të reja me shkollën këtu, do thotë sjellim teknologji të re. Shpresoj se kjo do të jetë një projekt i suksesshëm. Kjo është vetëm një shembull i partneritetit tonë në fushën e bujqësisë, pastaj kemi partneritete në marrëdhëniet në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, në arsim dhe shpresoj që kjo do të jetë një rrëfim i suksesshëm. Projekti USAID-it për zgjerimin e bizneseve të vogla është projekt 4 vjeçar, i cili implementohet në Pollog dhe Pelagoni, me qëllim që të nxjisë krijimin e vendeve të reja të punës, si dhe zhvillimin ekonomik në nivel rajonal.